Një nga ngjarjet më të rëndësishme të kësaj jave, por edhe më e rëndësishme për këtë vit, sa i takon librit, do të jetë panajiri i librit Tirana 2025. Edicioni i 28 i këtij panajiri bjen në moton ndërgjegja jon ka nevojë për librat, një thënie shkrimtarit të madh shqiptar Ismail Kadare, që një herësh shërben si mesazh në festin e librit përmes ngjarjes më të mëdha vjetore që bashkon shkrimtar, përkthyes, studiues e lexues. Kreu i shoqatës së botuesve Petrit Ymeri në një konferencë për mediat renditi problemet, duke folur për uljet e numrit të librave të rinj, biblioteka e librari boshe dhe buxhetet e papërfillshme. Para disa ditësh ne drejtuam shtëpive botuese një pyetësor, ku i pyetëm se sa libra të rinj kanë në panajër. Ka shtëpi botuese me asnjë libër të ri, që janë prej vitesh në panajër. Ka që kanë 1-2 tituj të rinj, ka me 5-6, ka dhe me pak që botojnë 20, 30, 40 tituj. Pra, ka rënë numri botimeve dhe cilësia botimeve, ka thënë Petrit Ymeri. Sipas tij, kjo lidhet shumë me buxhetet e papërfillshme dhe me investimin e shtetit në këtë lami të kulturës. Panajiri shpall të shtunën çmimet për më të mirët e këtij viti, autori, përkthyesi, libri më i mirë studimor dhe ai librit më të mirë për fëmijë, përfshirë edhe 2 çmime nga ambasada franceze e polake. Ndryshe, panajiri i librit nis me 12 nëntor dhe mbyllet me 16 nëntor në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Thank you.